vazhdojmë me OZKM, po nuk mund të ngeli ora tek pasaporta europiane se nuk na hyn më në punë, për arsye sepse s'ka më të rinj në Shqipëri. S'ka më të rinj në Shqipëri, okay. Kanë ngelur vetëm djemtë e babit. Kush janë djemtë e babit? Ky që shkruan është Alberti. Albert Alia, duam program të kthehemi, të mbushen shtëpiat me nipër e me mbesa prindërve, duam të flasim si gjuhë të parë gjuhën e nënës fëmijët tam, duam zgjidhje me të gjitha, duam ta mbrohet gjuha shqipe me ligj, sepse mirë që fëmijët po na humbasin identitetin e gjuhën për atë pak që flasin, më kanë bërë lëmsh ata gazetarët e paraparuar. Albert, atëherë ti marrim me radhë. Ora nuk më mbeti mua tek pasaporta europiane, por ora e historisë së vendit ton ka qenë gjithmonë e lidhur me pamundësinë për të qenë të barabartë mes barabartësh në këtë kontinent ku kemi bekimin të jemi në mes, në zemër të Europës dhe ku kjo zemër e Europës, Shqipërinë ka pasur si një vrim ku shqiptarët kanë vuajtur dhe janë poshtruar historikisht. Kjo është ora e historisë sonë, ora e pamundësisë. Dhe sot, ora e historisë sonë ka këtë mundësi. Një mundësi historike pasi është hapur dera. Është hapur dera sepse ne kemi bërë më së miri detyrat tona, por dhe se ata duan të na fusin brenda në shtëpinë e tyre. Për arsye që nuk lidhen vetëm me ne. E shpjegova, që janë gjeopolitike. Dhe ne nuk mund ta humbim të shans. Siç mund të kemi humbur të tjera mundësi historike në të shkuarën. Treni i historisë kalon dhe ndalon, por nuk është si treni që niset në një stacion në tjetrin dhe e shohim, ja dëgjojmë edhe sirenën, por është një tren që e kuptojmë ose nuk e kuptojmë, e besojmë ose nuk e besojmë, e duam ose nuk e duam. Dhe për sa i përket nëse e duam apo jo, kjo nuk diskutohet, që gjithë shqiptarët e duan në mënyrën e tyre secili. Për sa i përket e besojmë apo jo, kjo është betejë për të kuptuar dhe për të besuar që këtë mundësi historike ne nuk mund ta humbasim duke u marrë me elagu se lagu e duke ngecur në për shumë e shumë cepat që vetvetiu ka jeta jonë. Kënde ende të errta, cepa ende të papastruar e kështu me radhë, sepse kjo është mbi të gjitha. Dhe ka apo s'ka të rinj në Shqipëri, unë po të informoj që janë mbi çerek milion fëmijët dhe të rriturit që shkojnë në shkollë dhe studiojnë në Shqipëri, që të kemi një ide. Flas për ata që janë akoma pa dalë nga bangat e shkollës, që nga fillorja deri në universitet. Pastaj ka dhe plot të tjerë. Dje isha në Sarandë dhe ishte një kënaqësi e rrallë takimi me një grup rreth 50, 60, 70 veta sa mund të ishin, ku shumica dërmuese ishin të rinj që ishin kthyer me studime, me sukses në ato vende ku kishin qenë dhe po kaq të suksesshëm ishin në sipërmarrjet e tyre. 16.000 votues ka Saranda në listë, do me thënë që janë të rritur dhe që mund votojnë,